Hidhni gjysmë filxhan nga ky lëng te lavatriçja juaj dhe do të mbeteni pa fjalë. Shpesh mund të bëjmë më shumë gabime për të zgjedhur detergjentin e duhur për të larë rrobat, por lajmi i mirë është se ju duhet vetëm një përbërës në çdo larje, edhe kështu do të kurseni shumë para dhe do të qetësoni nervat. Është interesante se gjithçka që duhet të bëni është të hidhni pak uthull të bardhë në makinën larëse, aty ku hidhni detergjentin dhe rrobat tuaja do të shkëlqejnë sikur më parë. Para se të lëshoni, hidhni gjysmë filxhani uthull në rroba, kështu do të forconi efektin e detergjentit të zakonshëm edhe do të parandaloni zhdukjen e ngjyrave. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në vend të ndonjë zbutësi tjetër, në vendin ku hidhni detergjentin, vendosni edhe pak uthull. Uthulla ka efekte të njëjta, por është më e butë dhe më e përshtatshme për mjedisin. Uthulla do të largojë njollat e djersës dhe deodorantit në rrobat e bardha. Kështu do të keni një nuancë më të mirë të së bardhës dhe më pak ndryshime të papritura të ngjyrave. Rrobat e bardha kanë filluar të zverdhen dhe ju nuk po dini si t'i riktheni sërish ngjyrën e tyre. Janë mënyrat natyrale se si mund ta aplikoni në kushte shtëpie këto produkte të thjeshta të cilat mund të ndihmojnë për të pasur rroba të bardha të shëndetshme edhe pa njëllosje të tyre. Si fillim, nëse doni që të keni nuanca më të mirë të së bardhës, shmangni tharsen dhe shfrytëzoni diellin e mirë. Pasi t'i keni larë rrobat tuaja, vendosni ato t'i thani në diell. Shmangni tharsen e tyre. Rrezet e diellit do të zbardhin rrobat tuaja. Rrezet ultraviolet të diellit do t'japin gjithashtu rezultate të shumë pritura në dukjen më të mirë të ngjyrës së rrobave, dhe kështu do të evitojnë çngjyrosjen e tyre dhe do të bëjnë që të keni rroba më të mira dhe gjithashtu edhe më të shëndetshme. Limoni është një përzgjedhje fantastike sa u përket ngjyrës së duhur të rrobave. Lëngu i limonit është një zbardhues i mirë fantastik që mund t'i japë rrobave tuaja bardhësinë e munguar dhe një shkëlqim të ri. Përzieni një gjysmë filxhani lëng limoni me ujë të nxehtë. Vendosini atë brenda lëngut të rrobave që dëshironi të pastroni dhe e lini atë gjatë gjithë natës. Më pas mund ta aplikoni edhe përzierje të tjera. E fërkoni gjysmën e limonit të prerë dhe e lini që të veprojë për 30 minuta. Në fund bëni një larje normale dhe kështu do të siguroni një ngjyrë më natyrale të rrobave dhe më pak probleme që i kanosen atyre. Shtoni uthull të bardhë gjatë larjes së rrobave. Uthulla do të nxjisë gjithashtu edhe jetëgjatësinë e rrobave tuaja, përheqjen e njollave të vështira gjithashtu edhe për zverdhjen e tyre. Uthulla do të bëjë që rrobat tuaja të duken më të bardha dhe të kenë më pak ngjyrosje të momentit. Mjafton për të zbardhur rrobat e bardha të bëni një zgjedhje duke përzier 1/4 e filxhanit lëng limoni, 1/2 e filxhanit uthull të bardhë dhe përdoreni këtë përzierje si një alternativë për të zbardhur rrobat tuaja dhe për t'i rikthyer atyre dhe ngjyrën e munguar. Kështu rezultatet që do të merrni në fund do të jenë fantastike. Soda e bukës është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund të shtohet fare lehtë në rrobat tuaja për t'i larë si duhet. Soda e bukës është një deodorant natyror, kështu që rrobat tuaja jo vetëm që do të jenë më të shëndritshme, por gjithashtu do të jenë edhe më të freskëta. Bluja është e bardha e re. Bluja dhe e verdha janë ngjyra plotësuese të njëra tjetrës. Nëse shtoni një detergjent blu, jo kompensoni kështu ngjyrën e tyre të verdhë dhe do të riktheni ngjyrat tuaja natyrale në një dukje më të mirë. Kështu rezultatet që do të merrni në fund do të jenë fantastike dhe rrobat tuaja do të duken gjithmonë edhe më të shëndetshme. Ndjekja e përdorimeve të ndryshme në kushte shtëpie të recetave do të jetë një nga mënyrat fantastike për të rikthyer përsëri ngjyrën e munguar të rrobave tuaja. Sigurisht që her pas here, pasi lani bluzat të preferuara, njollat e verdha do të jenë shumë të vështira që të largohen, sidomos nëse i ka kaluar shumë kohë që kur janë bërë me njolla. Një gjë që mund të zgjidhëm këtë shumë lehtë është që të përdorni produktet e duhura në kohën e duhur. Njollat e verdha zakonisht krijohen nga reaksione midis aluminit që përmban edhe spërkatjen e deodorantit dhe djersës.
Një mënyrë e thjeshtë për të larguar njollat të shumë fishta në bluzën e bardhë është kjo procedurë shumë e thjeshtë që në kushte shtëpie do të jap rezultate shumë të mira. Në 1 litër ujë vendosni edhe detergjent enësh. Uji duhet të jetë i nxehtë dhe duhet të shtoni një lugë plur amoniak. Vendosni pjesën e njollosur në bluza ose edhe fërkoni atë me këtë përbërje. Hidheni në endë dhe e lini të qëndrojë për 15 minuta të tjera. E lani atë në temperaturë maksimale të mundshme sipas udhëzimeve të etiketës. Pas larjes, njolla do të jenë zhdukur, atëherë bëni një tharje normale në diell. Nëse njollat mbeten, përsëriteni procedurën sërish dhe gjithashtu përpara se veshja të thahet është një mënyrë shumë e mirë që mund të rikthejë ngjyrën e rrobave tuaja. Për shenjat e bluzë e errët, ndiqni këto hapa të thjeshta që në kushte shtëpie mund t'i bëjnë rrobat tuaja të duken më të shëndetshme, gjithashtu edhe më të mbrojtura. Përzieni një gjysmë filxhani me ujë të vakët dhe gjysmë filxhani uthull të bardhë edhe pak lëng ose larës për enët. Aplikoni përzierjen aty ku dëshironi dhe e fërkoni. E lini përzierjen për 15 minuta dhe më pas e shplani atë me ujë të vakët dhe në të ftohtë. Vendoseni përsëri në lavatriçe këtë përzierje dhe në fund të larjes njolla do të jetë pastruar tërësisht dhe gjithashtu bëni një tharje normale. Nëse njollat mbeten, sigurohuni të përdorni sërish të njëjtën teknikë dhe rezultatet që do të keni do të jenë fantastike në dukjen e rrobave tuaja të bardha dhe parandalimin e humbjes së ngjyrës së tyre. Rrobat e bardha kanë tendencën të njollosen më lehtë nga çdo lloj substance që vjen në kontakt me pluhurën tuaj, ose përdoren shumë. Tashmë fillojnë të shfaqen edhe ngjyrat e verdha. Për të zbardhur rrobat tona ne pothuajse përdorim kimikatet që shiten në treg, veçanërisht ato që përmbajnë sasi të larta të klorit dhe kjo do të jetë një zgjidhje më e mirë për të pasur rroba të bardha dhe gjithashtu edhe më të bukura. Për të parandaluar aksidentet me produkte klori dhe për të zbardhur rrobat tuaja në mënyrë miqësore me mjedisin, atëherë do të ndajmë këto truke të thjeshta që mund të bëjnë një pastrim më të mirë të rrobave tuaja dhe të largojnë gjithashtu edhe papastërtitë e tyre, duke u siguruar që të keni një ngjyrë natyrale të rrobave dhe të largoni gjithashtu edhe erën e keqe të tyre. Uthulla e bardhë, sipas ekspertëve të Healthline, është një nga produktet fantastike që mund të rikthejë ngjyrën tuaj të rrobave. Përveç se të qenit një produkt që ndihmon në heqjen e njollave dhe papastërtisë, uthulla e bardhë nuk është agresive në rrobat tuaja dhe mund të ndihmojë në zbutjen e tyre në mënyrë krejt natyrale. Por si ta përdorni atë? Shtoni 1 deri në 1 filxhan e gjysmë uthull të destiluar të bardhë të detergjentit tuaj të pastër natyror dhe bëni gjithashtu një larje si zakonisht. Nëse veshja juaj ka njolla në qafë, nën sqetull ose në zona të tjera, aplikoni uthull në zonën e prekur dhe e lini të veprojë 1 orë pas shpërlarjes. Bikarbonati i natriumit gjithashtu edhe soda e bukës si detergjent natyral mund të japë rezultate fantastike. Është një produkt përveç se të qenit i lirë vepron thellë në rroba duke eliminuar njollat dhe duke siguruar butësinë ndaj tyre. Por si ta përdorni? Shtoni gjysmë filxhani sodë buke në detergjentin tuaj natyral dhe kryeni lëvizje të zakonshme. Mos harroni të ndani gjithmonë rrobat e bardha nga ato me ngjyra. Për pikat të mprehta aplikoni direkt të përzierë me pak lëng limoni. Peroksidi i hidrogjenit gjithashtu mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë. Peroksidi i hidrogjenit është një produkt që ndihmon në zbardhjen më të kujdesshme për veshjet, sepse nuk përmban klor. Por si ta përdorni? Një larje normale, shtoni gjysmë gote peroksid hidrogjenit 3% dhe detergjent normal. Gjithashtu mund ta aplikoni direkt në njolla. Lëngu i limonit mund të jetë një pastrues i thellë për ngjyrën e humbur të rrobave tuaja, duke siguruar një mbrojtje më të mirë të teksturës së rrobave dhe duke parandaluar kështu edhe humbjen e ngjyrës së tyre. Ndjekja e këtyre taktikave në kushte shtëpie do të sigurojë më shumë kursim të parave dhe mbi të gjitha do ju bëjë që të keni rroba të bardha më të shëndetshme dhe më pak probleme edhe në dukjen e tyre. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.